Bashkia Vaudejes ka nisur punën për rekonstruksionin e rrugës së Varreza-Melgush. Kryebashkiaku i Vaudejes, Kristian Shkeli, tha se ky ishte një investim i kërkuar ndër vite nga banorët e zonës. Sot ndodhemi në Melgush, tek rruga Varrezave, e cila ka filluar punimet dhe shumë shpejt do të përfundojmë punimet e saj me asfalt dhe kanalizime, që banorët kanë bërë një kërkesë tash sa vite për këtë rrugë, sepse a kanë shumë problematike dhe a kanë e pakalueshme me mjete. Nuk kanë mujt me nxjerr me makina deri tek Vorret, por i kanë nxjerr në krah. Dhe sot, siç po e shikoni, po punojmë dhe po e bëjmë realitet këtë rrugë për këtë komunitet. Mungesa e rrugës ishte sfidë për banorët, të cilëve në jo pak raste u është dashur që arkmortet të ngjisin drejt Varrezave në këmbë apo minitet e larta. Kjo rrugë ka shkërku para 20 vjetëve. Nuk ka ba. Erdhi koha me e bani një që është interesuar për popullin me fjalë. Edhe i lumt, faleminderit shumë për ti. Ballësh jam andaj. Nuk ka kanë rrugë, po kanë rrugë. Tash bëhet rrugë me asfalt. Shumë i nevojshëm. Urime investime tjera në Melgush. Vështirësi në mesjet, të hecë në përlaç. Ishte një investim tepër nevojshëm që është në të mirë të komunitetit, normalisht edhe është desh të bëhet me kohë. Falenderojmë shumë bashkinë, se na kanë dhënë ofër. A ka një rrugë amortizuar, degraduar. Kjo është premtuar tash 30 vjet, askush nuk e realizoi. Në ardhen e Kristian Shkelit na premtoi edhe u realizua. Është shumë e nevojshme kjo rrugë, se shumë vite kanë kaluar me premtime, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Ky investim synon të përmirësojë ndjeshëm infrastrukturën rrugore në këtë zonë, duke lehtësuar qarkullimin dhe duke ofruar kushte më të mira për banorët e Melgushës dhe zonave përreth.